Kur ai mushet, ky e ve çmimin, s'po themi 150, ky e ve 100. Duke qenë se është 1/10 më pak, si themi koncept. Liri nga një anë si vej faj se mas pandemisë pati një inflacion të tmerrshëm edhe u ngritën gjithë çmimet. U ngritën çmimet, do me thënë edhe ai që e merr peshkun, që do ta përdorin lokal, e blen shumë shtrenjtë nga peshkatari, sepse inflacioni ka shkuar aty ku s'man. Kështu që nuk është vetëm se ato janë budallë, po është shumë shtrenjtë gjithçka. Dhe kjo ndodhi mas pandemisë. Po. Pandemisë, luftës. Luftës, po, edhe lufta. Nuk mund të përfitosh nga rasti që ke turizëm dhe ti bish në top. Dhe ti që nuk e bërë një investim të madh si ai. Se ti ke një hotel shumë thjesht me 50 dhoma, 40 dhoma, edhe ripret thjesht mushet ai tjetër. Kurse unë di plot raste që çuna interesante kështu kanë bërë investime aty në plazh edhe se marrin dot investimin mbrapsht, jo të fitojnë. Beso. Dhe kjo është nga gjithë kriza globale. Ndryshimi i rrugëve të tregtisë. Para 4-5 viteve që kapëm një pikë shumë të lartë, për shembull. O zemër si shif sa ka shku nafta në botë, sa gazi, unë kapi pandemia se hotele me 4 yjes nuk përdorshin ngrohje në Evropë. Në kapi pandemia 3 javë isha me shërbime, isha në Francë, Belgjik, Poloni, kur ka marrë shtëpi kam vdek një muaj e ca se kisha thamë të ftoftë nga Covidi. Kjo val turizmi, për Shqipërinë ka një gjë shumë të mirë, po ka dhe një gjë shumë të keqe, sepse në një farë mënyrë dënon edhe popullatën pra shqiptarë. Po sa do që ta dënoj turizmi leksja. Që po them, i uji, 1 euro byreku në blen, edhe thot ndoshta dhe sa lirë qeka se i shion me mishë në njërë. Po ai që e ka rrogën 150.000 lekë. Po. Nuk mund barazohet kur me atë që vjen. Ai që i ka 150.000 lekë e ka gjithë kohën për vete. Mund të punoj diku turni 2 ose të part-time, e ka kohën e lirë me gatu gjellën si që i doj qefi. Po jo me, se njeri u punon, gjdo mosh punon. Që është e marume, 150.000 lekë nuk ka rrogë, si që i ka këto? Baba ime ka 180.000 lekë pension. Pension. E qa moshe ka? E ma, 93. 93? Qa ku të shkoj të punoj aji? Ja, s'ka që punoj. Qa të punoj moj? Po me si e tonë e ndimon ti? Po kush të dhani moj njëre përveçme? Jo, pensionet, po edhe si aji jam e qindra mira. Dhe babi im prandaj emigroj, më vodhën pensionin, tha dhe jam mafi. Si do ta blejnë byrekun ato 1 euro, si do ta blejnë kafen 800 lek, 900 lek, sa ka shku kafja. As bëhet laf. As për ilaçe nuk i dalin ato gjona, po se solla unë. Po këto do FMN-ja, se sa herë do ky me ngrit gjërat e rrogat e këto, bërtet FMN-ja, jo. Se ti meno turizmin, po ti meno për turistat, se ti si ti trashesh, si ti për shpimet, po ke harru njerëz të tuaj. O zemër, po të hujtë këtu janë që asistojnë gjithë të procedura, ata e dun këshu e dun. Se dun ndryshe. Kjo është farosi ekonomike. Po pëse sa e ka, unë kam marru ekselent. Unë kam marru ekselent të më vjenë që vjenezët nuk marrojnë dot. Sa është roga një profesori më vjenë, sa është roga këtu? Ekselent kam marru unë. Kur u bë universiteti që bëri ndërtesë në remë, thunë se 3 veta kishin marru ekselent. Unë dhe një 2 tjerë nga Vjena. Dhe sa është roga këtu, ky thot të ngrim rogën. Kush e ngrej rogën këtu, gjykatësit edhe spaku. Ato që bëjnë dizajnin, se qa po bëjnë ato, dizajn po bëjnë. Dizajn po bëjnë. Edhe kjo ka lek për këto. Për profesor, për kulturë, për artist, nuk ka. Se du nga bëjmë fajnë qeverisje sonë, po ne nuk kemi qeverisje tonë, kemi qeverisje të asistuar, që prej 90-ës e deri tani, ku janë këto asistentët që marrin miliona këtu? Miliona. Vetëm një person që kam njoftuar që ishte për konsulencë bankash, 12.000 euro në muaj. 17.000 e kishte. 17.000. Pound, jo euro, pound. Me nejtë këtu me tjerë. Ku janë? Lesh dele. Së është për të folë fare, se s'jemi për politikë dhe shqyqyrë që s'kemi luftë dhe faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe për kaqë. Shumë faleminderit. Po se kanë ngrejtë që 90-ën për turizmin dhe për shqiptarët. Kushtë nga troj pronën private këtu dhe në 24-ën edhe 90-ën. Më vjen kishtë asem troqë, të hujtë. Ne nuk i kishim të kultura, alienimi, pronash. Ata e bën. Alienimi pronës, alienimi vlerës, alienimi i besimit deri në ateizëm. Ta është i besimi seksual, ku di unë që deri 10 vjeç të ndrojmë organet. Faleminderit shumë, gjitha për ju që kena peshjesh, edhe të mirat, po edhe këto pjesë të tjera.
Kështu që, se kollaj me thonë që zdim, se kur shkojmë ke ju dim, kurse këtu zdim, se të njëjtët njerëz janë. Njëjtët njerëz janë. Këtu zdim, atje dim, se e doni për vete, majni për vete. Po ishte edhe pa vitueshme me mos. O zemër ishte njoni, i huj. Edhe më tha, mu du tokan filan vend. Shkova, me fola me katunarët e bona pazarin gjitha. Shkoj i them, ka i shmimi, ua tha një mrekulli. Sa do bëj transakcioni u shduk? Marë në telefon i them, o zotri u shduke. E tha, po atje ke qendra lartë më ka thonë që do i marim pa pare. Ja, kjo është historia e Albanistanit. Sho, i huje. Brandaj, kjo është muhabeti. Ti gëzojnë, ti bëjnë dhe politikat e gjitha, faleminderit shumë, na knaqët. Sa herë që du me ju në Evropë, del ka i bisht. Edhe shqyqyr që është Turqia, të pak të në ty më Turqi. Po qatë them? Unë jam për ekonominë e lirë, po ti nuk mund të kesh 50 produktet minimale të shportës me çmime si të Europës në Shqipëri. Duhet vënë një tavan i konceptum qartë. Po s'ka interes a i uj, as ta vej tavanin, as ta promovoj produktin tonë. A i do t'ikin shqiptarët. Shofi, ja, ti, e pe, do të bëj një investim, shqyqyr të vita bëj, se të pak të bëj t'i gjë. Pas për ato s'bin dakord, jo, se është zonë geopolitike. Apo që të bëjmë ne? Rrima identitet për geopolitikat e juja. Faleminderit shumë. Prap, shqyqyr që s'ka luft, se ka dhe luft, ti pe që i boni Zelenski venit vetë. Prof Kusuri. Heroi, ndërkombëtar. Po shof mamin, babin që i rrogullisën, vetëm mos kishin pas mu 30 vjetë mi shpalla. Po tanë pensionistat, të mos kishin pas fëmit. 30 vjetë me dy familje. Që punojnë jashtë, që jetojnë jashtë, që kishin jetu. Ka pas gjyshe e jame, gjyshe jem, pensione 150-200.000 lek, 220.000 lek, po exagerej. Ata që ike që majtën 30 vjetë Shqipëri mi shpalla, të fut leke, të majtë familje. Si dhe kishin jetu. Po dhe biznesi me i qinë në ashu ka fillu me i qinë sakrifisa. Unë se maj amen farë, këmë thot i ditë, ishi im, thot, a e ma men sa kanë qenë kredita në 90-ën, tha që s'mershim do të, apo mershim borgja në ekni, jo, se maj men i thash përqindjet, 27% të fillosh. Si maj men këtë shifër i thash, unë do shta jam gabim, po sa frojsh e do të, s'kishe i një proni gjo me vu kolateral, se i kishe bo komunizmi i na, se duhe kolateral me marri gjo me fillu. Le shqiptarët me thonjë, popull hero. Tu punu biznesmenët kra për kra me punëtorët shkojshin me pushime, biznesmeni vazhdojnë të punën. I kam pa me sytë e misë, përveç fakti që i kam jetu. E vërtet. Po shif gjithë modernitetin. A ka emisione për biznesmena në televizion, se si po prodhojnë, si po bojnë? Shifit si armik. Si armik, a i që bo bazën e gjithë ekonomisë dhe lekun. Kam thonë unë, ollaj me netë në kafe me analizu si e ngriti... Po. Hapi parti ti që s'ke punu i dit, hapi parti, merë dhe ato edhe, masani jep men dhe biznesmenit. E drejto, po s'është këshu. Fix. Si më tha njonit, maj men gollë se bukur, tha, tu ngarku libra, tha, dhe flokët që kisha frikë se ti kapte makina, se këm punu dhe në offset. Të vogël. E punu? Mini printer. Offset, shtyp. Po që s'kemi punu me mbjetur në. Që s'kemi punu. Në 91-shin, 2-shin këtu u bëj që se u bëj o kriza, nuk e di s'kishe buk me hangër. Ishe të merë. Kam shku me i dyqan. Kam shku me i dyqan, se i gjejtim shoj që i gjejnë dysheme. Qa ki i thashën, se unë se konceptoja, isha e që dashurume se konceptoja urinë, tani, imagino. Që t'i bile. Nuk e konceptoja që ishim të varfër, fare, si isha i lumëtur. U shi isha me lumëturi.
Si gjithmonë, me mullit e erës. Edhe, që ki i thashën, s'ja mirë ta kam muri. Vrapoj me i dyqanun, po di si ishin dyqanet në 91-shin 2-shin. Nuk e dija, 93-shin, 91-shin ka qenë ajo kriza? Që do më thënë leku, s'kishtë ase blerë, se s'kishtë qa me blerë. Futem dyqan... Mas ndërimi, thuti. Mas ndërimi. Futem dyqan...